Garat ndërkombëtare të Kuranit u përmbyllën sot në Prishtinë me ceremoninë e ndarjes së çmimeve për të gjitha kategoritë pjesëmarrëse. Në këtë ngjarje, kryetari i Bashkisë Islame të Kosovës, Muftiu Naim Turnava, shprehu mirënjohjen e thellë për bashkëpunimin me Ministrinë për Çështje Fetare të Arabisë Saudite, duke vlerësuar lart çdo pjesë të organizimit të kësaj ngjarje. Kosova, vend i plagëve, por dhe i krenarisë, ka pasur nderin të jetë një koqire një ngjarje me përmasa ndërkombëtare që nuk i flet vetëm mendjes, por që troket thellë në zemrën e çdo besimtari. Jemi thellësisht mirënjohës për bashkëpunimin e vyer mes Bashkisë Islame të Kosovës dhe Ministrisë për Çështje Fetare të Arabisë Saudite, të cilat përmes këtij organizimi madhështor e kanë rikonfirmuar se vëllëzëria në besim nuk njeh kufi, se drita e Kuranit ndriçon nga Meka e deri në Prishtinë, nga Qabeja deri në çdo zemër që rrah me iman në atë dhëun ton të lirë. Ai po ashtu e vlerësoi vizitën e imamit të Qabës në Kosovë, por edhe në këto gara si një nder historik për vendin. Muftiu uroi që bashkëpunimet të tilla në nivel ndërkombëtar të realizohen edhe në të ardhmen. Vizita e Sheh Benderbelile, imamit Qabës, ishte një nder historik për vendin ton. Prania e tij në mesin ton ishte dëshmi se edhe Kosova, ky vend i vogël me zemër të madhe, është pjesë e pandare ummetit islam. Pjesë e historisë që sot po shkruhet me pendën e paqes dhe ngjyrën e devotshmërisë. Sot, teksa ndajmë çmimet, nuk po shpërblejmë vetëm talentin, por po nderojmë për kushtimin, mundjen dhe dashurinë për librin e shenjtë. Çdo garues pavarësisht vendit që zuri është fitues. Këtë ceremoni solemne e nderoi me pjesëmarrjen e tij imami i Qabës, Benderbalila, i cili ju drejtua të pranishmeve me një fjalim të fuqishëm. Kurani është fjalë e Zotit, nga ai erdhi dhe tek ai do të kthehet. Kurani i bashkoi njerëzit, edhe pse nuk flasin të njëjtën gjuhë. Në çdo mosmarrveshje, muslimanët kthehen te ai dhe gjejnë zgjidhje në të. Në anën tjetër, ambasadori i Mbretërisë së Arabisë Saudite në Tiranë tha se bashkimi i këtyre garuesve në një vend tregon për një pamje të ndritshme të ummetit rreth librit të Zotit. Ai vlerësoi lart për kushtimin e Mbretërisë së Arabisë Saudite në përkrahje të këtyre iniciativave, si dhe Bashkësinë Islame të Kosovës për partneritetin e frytshëm me Arabinë Saudite. Pjesëmarrja këtij grupi të bekuar elitar të hafëzëve të shuar nga vende të ndryshme son një pamje të ndritshme të unitetit të ummetit rreth librit të Zotit dhe pasqyron rolin thelbësor të Kuranit të shenjtë në ndërtimin e urave të komunikimit dhe mirëkuptimit ndërmjet popujve. Në fund të kësaj ceremonie u ndan edhe çmimet për 3 vendet e para nga 5 kategoritë pjesëmarrëse për të 2 gjinit. Ngjarja u përmbyll me një recitim të mahnitshëm të ajeteve të Kuranit nga imami i Qabës. واتقوا الله